Sheikh Albani rahimahullahu taala ka bërë një përmbledhje shumë të mirë të haditheve të cilat flasin për fitnën e Dejjalit. Edhe unë pashë të arsyeshme që t'ua tregoj gjithë të përmbledhje që ka bërë Sheikh Albani rahimahullahu taala. Sheikh Albani ka marrë një hadithin e Ebi Umames radhiyallahu anhu, ka përmendur gjithë pjesët e sakta të këtij hadithi, edhe pastaj i ka bashkangjitur dhe pjesët e tjera që përmenden në hadithe të tjera. Dhe kështu është kompletuar krejt tregimi i shfaqjes së Dejjalit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: O njerëz, nuk ka patur ndonjë fitnë mbi faqen e tokës, që kur krijoi Allahu i lartësuar krijesat, që kur krijoi Allahu Ademin, më të madhe se sa fitnja e Dejjalit. Dhe nuk do të ketë fitnë më të madhe se sa fitnja e Dejjalit derisa të bëhet Kiameti. Çdo njeri që shpëton prej fitneve para kësaj fitnie ka për shpëtuar edhe prej kësaj fitnie. Por kjo fitne nuk do t'i dëmtojë muslimanët. Çdo pejgamber që ka dërguar Allahu i lartësuar e ka paralajmëruar ummetin e tij nga i verbër, nga ai që është me një sy, domethënë nga Dejjali. Edhe unë thot ju paralajmëroj që të ruheni prej tij. Dejjal do të thot mashtrues. Për shkak të mashtrimeve të mëdha që bën Dejjali është quajtur Dejjal. Fillimisht ai pretendon se është pejgamber. Pastaj pretendon se është hyjni. Dhe i fton njerëzit që ta njohin si Zot e ta adhurojnë në vend të Allahut të lartësuar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdon e thot: Unë jam pejgamberi i fundit. Dhe ju jeni populli i fundit, ummeti i fundit. Kështu që në këtë ummet ka për të shfaqur patjetër, se përderisa nuk është shfaqur në ummetet e kaluara, kjo do thotë që ai ka për të shfaqur në ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, gjatë ummetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ai do të shfaqet tot patjetër ndër ju. Shfaqja e tij është hak, është një e vërtetë. Ardha e tij është afër, sepse çdo gjë që është afër, çdo gjë që ka për të ardhur është afër. Në fakt, ardhja e Dejjalit është e afërt, sepse periudha e kohës që kishte mbetur që nga dërgimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e deri në daljen e Dejjalit është shumë e vogël se sa ajo që ka kaluar që nga krijimi i Ademit alayhi salatu wassalam. Pastaj ka edhe një fakt, të cilin e përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith: çdo gjë që do të vinë është afër. Nësa gjërat që kanë shkuar janë larg, sepse nuk kthehen më kurrë. Ai thot ka për dal si pasojë e një zemrimi. Do të zemrohet fort edhe pastaj do të dal. Nuk ka për dal Dejjali derisa të mos ndahet trashëgimia dhe të mos gëzohen njerëzit me plaçkën e luftës. Do të ketë, domethënë, luftra të rrezikshme, luftra të mëdha, edhe nga pikëllimi i madh njerëzit nuk do të ndajnë më trashëgimin, sikurse ka për të ndodhur pas thertores së madhe, kur 100 kushuri djem xhaxhallarësh numërohen dhe 99 prej tyre janë vrarë, ka mbetur vetëm njëri prej tyre. Kjo do të ndodhë në thertoren e madhe, El Melhametul Kubra, në Dabiq, në afërsitë Halebit. Njerëzit pastaj nuk gëzohen me të ndarjen e trashëgimisë, edhe as me plaçkën e luftës. Thot në vazhdim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Nëse do të dalë Dejjali ndërkohë që unë jam mes jush, unë thot do të debatoj me të. Dhe unë do ta shmang atë. Unë do t'u tregoj njerëzve se kush është ai. Do t'u avë në dukje njerëzve të vërtetën e Dejjalit. E nëse ka për dalë pas meje, fe kullu mri'in hajiju nefsi. Çdo njeri duhet që ta kuptoj vetë se kush është Dejjali dhe të ruhet vetë prej tij, edhe të dialogoj vetë me ta. Por Allahu i lartësuar do të kujdeset për çdo musliman. Allahu më zëvendëson mua dhe kujdeset për çdo musliman. Wallahu khalifati ala kulli muslimin. Dhe Allahu do ta ruajë çdo musliman prej fitnës së tij. Në hadithin e Ummu Salamah radhiyallahu anha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Nëse Dejjali do dal
pas meje, pas vdekjes time, Allahu i lartësuar ka për të ruajtur prej tij me sqarimin që do të bëjnë njerëzit e mirë. Njerëzit e mirë gjithmonë i këshillojnë njerëzit që të ruhen nga fitnet, të ruhen nga të këqijat, të ruhen nga idetë e gabuara, të ruhen nga pretendentët e rrem. Kështu kanë qenë gjithmonë. Ehli sunetit, dietarët e ehli sunetit, thirrsat e ehli sunetit, njerëzit e fortë, njerëzit e kapur për fen që nuk tunden nga traziret, nga fitnet, nga epshet, nga haramet. Këta njerëz gjithmonë i zgjojnë njerëzit, i këshillojnë njerëzit, i paralajmërojnë njerëzit. Edhe në kohën tonë vëllezër ne ndeshim me fitnë nga më të ndryshmet. Ja për shembull, fitnia e lakurisisë madhe që ndodhet sot në rrugë, muzika, kamata, zinaja, edhe pasuria e tjerë. Njerëzit e mirë çfarë bëjnë? I këshillojnë njerëzit që të mos mashtrohen me dynjan, mos mashtrohen me femrat që dalin lakurisht rrugët, të mos e humbin nderin e tyre, të mos e lënë besimin në Allahun në ditën e gjykimit. Kushdo qoftë çmimi që duhet paguajnë për të ruajtur besimin e tyre. Dhe në kohën kur dalë Dejjali, njerëzit e mirë do t'ua vënë në duke njerëzve problemin e tij. Do të thonë që ky nuk është Zot. Mos u mashtroni me ta. Ato premtimet që jep ai janë thjesht mashtrime. Ky nuk është Zoti i vërtet. Zoti juaj është Allahu i lartësuar dhe do të vinë një tregim, një djalë që ka për të thënë në sy para të gjithë njerëzve, ky është el Mesihu Dejjal për të cilin e ka paralajmëruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe e përmendët këtë hadith dhe në herën e kaluar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur se thash, ka paralajmëruar shumë nga Dejjali dhe i ka përmendur cilësitë e tij, se shumë njerëz kanë për të mashtruar me ta. Është një fitnë shumë e madhe. Nga që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka paralajmëruar shumë nga Dejjali, sahabët kishin frikë se mos ishte shumë afër. Madje një herë menduan se mos ishte në palmat e Medinës, në rrethinat e Medinës. Dhe të parë të këtij umeti paralajmëronin nga Dejjali. Ai sa disa prej tyre kanë thënë, duhet që t'u flisni për Dejjalin fëmijëve tuaj, pasardhësve tuaj, t'u flisni njerëzve. E kështu me çdo brez. Se Dejjali nuk ka për të dalë derisa të mos përmendet më në për minbere çështja e tij. Në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë nuk ka për dalë Dejjali derisa të mos përmendet më në për minbere puna e tij. Atëherë do dalë Dejjali. Edhe shumë njerëz do bëhen me ta. E do ta sqarojmë këtë punë më pas inshallah taala. Thot Dejjali do dalë nga ana e lindjes, nga një vend që quhet Khurasan. Khurasani është në Iranin e sot. Do ta pasojnë jehudit e Asbahanit. Është një mhall në Iran që quhet, domethënë që atëherë i quhej mahalla e jehudive. Edhe sot domethënë ka emrin Asbahan, thuhet se edhe sot atje ka çifut. Dihet që çifutët banonin Palestinë. Bukhtonser e pushtoi Palestinën dhe i dëboi çifutët. I mori sklever edhe i çoi në Iran. Edhe vazhdonin çifutët atje. Dhe ka përmendur Ibn Kathir rahimahullahu taala se një mahall në Asbahan quhet mahalla e jehudive, çifutëve. Kur dal Dejjali, ata do ta pasojnë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith, yatba'u ad-dajjal 70,000 min yahudi Asbahan, alaihim at-tayalisa. Do ta pasojnë Dejjalin 70,000 vete për jehudive të Asbahanit, të cilët do të kenë shallat e gjelbër. Tayalisa, domethënë at-taylasan janë shallat e gjelbër. Ishte një veshje karakteristike e çifutëve, e hedhin mbi kokë dhe mbi supë kështu, si pun shalli, mbështilleshin me ta. Dhe prandaj të parë të këtij umeti nuk e kanë pëlqyer një veshje të tillë. Pastaj ka dhënë përshkrimin e këtyre jehudive, ka thënë ka anna wujuhahum al-mijanul mutarraqa aw al-mutraqa. Këto janë mburojat, do fytyrat e tyre janë si mburojat e veshura me lëkurë. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka krahasuar fytyrat e tyre me mburojat në rrumbullaksinë e tyre, në daljen e faqeve të tyre, domethënë se po të shikohen ato mongolët ose kinezët të zonave, ne kështu i kanë fytyrën pak si të dalme këto mollzat e faqeve dhe lëkurën e kanë të trash, tamam si lëkura që i ngjitej
mburojës. Mburoja diçka rrumbullake me cilën mbroheshin luftëtarët në të kaluar nëpër luftra. Ishte cop druri me fjalë edhe e veshur me lëkurë. Tamam kështu janë edhe fytyrat e tyre thot. Min khallatin bayna ash-Shami wal Iraq. Dejjali domethënë do dal nga Khurasani, do të kalojnë nga Asbahan, do ta pasojnë ushtria çifutëve, 70.000 çifutë që kanë ato atributet që i përmendën pak më parë, dhe do të marrë një rrugë ndërmjet Shamit dhe Irakut. E do të përhap shkatrim, lindje nga veriu dhe nga majtas e djathtas. O robrit e Allahut, bën thirrje Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, uthbutu, bëni qëndres. E këtë e ka thënë 3 herë, bëni qëndres, bëni qëndres, bëni qëndres. Unë thot do të bëj një përshkrim që se ka bërë asnjë pejgamber tjetër para meje. Sipas hadithet e Ubadës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Inni qad haddathtukum an ad-dajjali hatta khashitu alla ta'qilu." Do të ai shumë u kanë folur për Dejjalin saqë kanë frikë se nuk do i mani mend këto që u kam thënë. Kishte hall pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se mbase njerëzit nuk do t'i mbanin mend, edhe do të ngatarrohen. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u përmendi përshkrimin e Dejjalit, i paralajmëroi nga Dejjali, përmendi dhe pretendimet e Dejjalit, të gjitha këto që njerëzit ruhen prej tij, jo vetëm kaq, por ka përmendur dhe gjendjet e jashtëzakonshme që Zoti ja mundson Dejjalit si sprovë për njerëzit. Pastaj vijon hadithi. Fragmenti i 8. Ai fillimisht do të thotë, unë jam pejgamber, por thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka pejgamber pas meje. Së dyti do të thotë, unë jam Zoti juaj. Wala tarawna rabbakum hatta tamutu. Ju nuk keni për ta parë Zotin tuaj derisa të vdisni. Zoti nuk mund të shihet në këtë botë. Dikush mund të thotë si ka mundësi që muslimanët të mashtrohen? Po mund të mashtrohen. Ka musliman të cekët që do të mashtrohen, munafikët, shumë gra do bëjnë pasti. Sepse imagjinoni që sot megjithëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përshkruar dynjan hollësisht, dhe në ka pralëmur që druhen për dynjas, shumica e muslimanëve bëjnë mas dynjas dhe bëjnë haramet. Ka shumë musliman që e lanë fen edhe shkuan pas perëndimit. Janë në Shqipëri, shumica njerëzve që janë musliman. Erdhi regjimi komunist dhe një pjesë e mirë e tyre me vullnet e lanë fen. Sepse komunistët u jepnin rroga, i punësonin në kështu me radhë. Këto janë fitnë të vogla krahasuar me fitnën e Dejjalit. Edhe shumë njerëz, ata shohin domethënë, ku shkon pas Dejjalit do të ketë bollak. Jep urdhër qiellit që të lëshojë shi, jep urdhër tokës që të nxjerrë bimësin. Edhe ato që bëjnë pas tij do të kenë bollak, ndërsa ata të cilët nuk e pasojnë atë, do të shuhen baktitë e tyre, bujësia e tyre, do të vuajnë shumë. Prandaj shumica e njerëzve kanë për të bërë pas tij, Allahu na ruajt. Wa innahu a'war. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, ai është i verbër. Ka sot njerëz të cilët adhurojnë një politikan, një këngëtar, adhurojnë njëri, se thotë ky po m'jep mua. Adhurojnë dynjan dhe adhurojnë njerëz të tillë, Allahu na ruajt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ai është me një sy. Një sy e ka të rrafshët. Thuhet se ky është syri i majt. E ka të rrafshët dhe ka mbi të një lëkurë të trash. Syri me cilën shikon e ka si ylli i shndritshëm. Syrin e djathtë e ka të dalë si kokra e rrushit. Ndërsa atë që e ka të rrafshët nuk e ka as të dalë, pas nuk e ka zgavrën e syrit. Ka shumë flok. Po bra. Një sy e ka krejt rrafshuar, domethënë nuk ka, prandaj është quajtur Mesih, sepse syrin e ka memsuh, matmus, e ka syrin të rrafshuar, kurse një sy e ka të dalë. Po pse e ka bëu Zoti kështu? Në mënyrë që muslimanët ta kuptojnë. Se ai që ka të meta nuk mund të jetë Zot. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë që ai është me një sy, ndërsa Zoti juaj ka 2 sy. Nuk është me një sy. Thot gjifalu shari, ka shumë flok. Thot nëse nuk arrini ta dalloni tamam, thot mjafton që të kuptoni se Zoti juaj nuk është me një sy. Ai është me një sy. Zoti juaj thot nuk është me një sy.
e ka përsëritur këtë 3 herë. Edhe pastaj bëri me dorë nga 2 sytë e vet. Fakti që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam bëri me dorë nga 2 sytë e vet, do të thotë që Zoti ka 2 sy. E para. E dyta, fakti që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë Zoti juaj nuk është me 1 sy, nuk kupton se Zoti ka 2 sy. Por sytë e Zotit nuk janë të ngjashëm me sytë e njerëzve. Se Zoti nuk është i krahasueshëm me njerëzit. Zoti thotë në Kur'an: "Lejse kemithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir." Asgjë nuk është ngjashme me të. Ai është shikues dhe dëgjues. Por a lejohet kur të flasim për cilësitë e Zotit të bëjmë shenjë nga gjymtyrët tona? Për shembull, kur flasim për sytë e Zotit bëjmë shenjë nga sytë tan, apo për duart e Allahut, se Zoti ka 2 duar, siç përmend në Kur'an, të bëjmë shenjë nga 2 duart tona. Në qoftë se njerëzit nuk keq kuptohen, sikur se sahabët para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, lejohet që të bëjmë me shenjë. E në qoftë se njerëzit mund të keq kuptohen dhe të mendojnë se Zoti është i ngjashëm me njerëzit, atëherë nuk lejohet. Dhe faktikisht njerëzit sot në kohën tonë mund të keq kuptohen. Prandaj këtu duhet të bëjmë kujdes. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka patur për qëllim që të krahasonte sytë e Zotit me sytë e njerëzve, por qëllimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte që Zoti ka 2 sy, ndërsa Dejjali është vetëm me 1 sy. Pastaj thotë: "Wa annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu." Dijeni se ju nuk do ta shihni Zotin tuaj derisa të vdisni. Kështu që Zoti nuk mund të shihet në këtë botë. Sipas të hadithit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, madje edhe vet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam natën e Mirajit nuk e ka pa Allahun e lartësuar, ka parë dritë. Sikur se thuhet në hadithin e Abi Dharrit radhiyallahu anhu, "Nurun anna arah." Kur është pyetur, "A e pe Zotin tënd?" Ka thënë sallallahu alaihi wasallam, "Pash dritë." E si mund ta shihja? Po. "Wa innahu yamshi fil ard wa inna al arda was samaa lillah." Ai thotë ecën në tokë, ndërkohë që toka dhe qielli janë të Allahut. Ai ecën në tokën e Zotit, atëherë si mund të jetë Zoti ai? Thot, ai është i ri. Flokët i ka çurrela, fort të dredhur, tamam si ato të zezakëve. Ka'anni ushabbihuhu bi Abdul Uzza ibn Qatan. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më duket i ngjashëm me Abdul Uzza ibn Qatan. Ishte një burr i kohës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Është një burr i shkurtër, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ecën shtrembër. Ecën shtrembër, domethënë nga që ka devijim në këmbët e tij, në kërcitë e tij ka devijim, edhe kur ecën domethënë me këmbët hap. Si njëri që është bërë sunet dhe nuk ecën dot normal. Kështu ecën dhe Dejjali. Ka devijim te kërcitë e tij. Domethënë ja përmendën këtë punë si njëri që e bë sunet që ta kuptoni domethënë devijimin që ka te kërcitë e këmbës. Dhe disa dietarë që shpjegojnë këtë hadith, domethënë ef hax, thonë tamam si njëri që është bërë sunet dhe ecën me vështirësi. Të zezën e syrit e ka të fortë. Është i bardhë, thot, me të kuqe, i bardhë me të kuqe. Po në transmetim tjetër thuhet se është Esmer, Adam. Nuk ka mos përputhje mes 2 variante, sepse domethënë është i bardhë që anon të kuqe dhe kështu domethënë është Esmer. Nuk është i zi, fjalë, pas nuk është krejt i bardhë. Ndërmjet zezës dhe të bardhë, domethënë është i bardhë në të kuqe. Po, ndërmjet 2 syve të tij shënohet kafir. Sipas një hadithi tjetër, janë 3 germat, kafara. Thot, do ta lexoj kushdo që ka urren punën e tij. Kushdo që urren Dejjalin, pretendimet dhe punët e tij ka për ta lexuar. Çdo besimtar e lexon, qoftë që ditë lexoj apo nuk ditë lexoj, ditë shkruaj apo jo. Çdo besimtar do të arrijë që ta lexoj. Kafir. Prandaj Zoti ka detyruar muslimanët prej fitnes së tij. Alhamdulillah. Thot pastaj disa nga gjendet e jashtëzakonshme që ka Dejjali. E çuditshme është se Dejjali ka xhenet, ka edhe zjarr. Por xheneti i Dejjalit është zjarr, dhe zjarri i Dejjalit është xhenet. Sa është mashtrues. Njerëzve duket se xheneti i tij është, domethënë se ka xhenet, por ajo faktikisht ajo që duket xhenet është zjarr, dhe ajo që duket zjarr është xhenet.
Normale që këtu nuk flitet për si xheneti që ka krijuar Zoti e përgatitur për besimtarët apo për si zjarri që Zoti ka përgatitur për qafijat, për fshirjet e Dexhalit. Por këtu flitet për begati të cilat duken se i ka Dexhali, apo për dënim që duket se i ka Dexhali. Xheneti i tij është një lum në formë lumi. Ndërsa xheneti i tij mund të jetë një vend i begat, edhe gjithashtu një xheneti i tij dhe një lum. Zjarri i tij është duket zjarr, por faktikisht ai është lum, siç ta përmendim pak më parë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë prej provës së Dexhalit është se ai ka me vete xhenet dhe zjarr. Ka thot lum dhe ujë. Ka një kodër prej buke. Sipas një varianti thuhet, ai do të sjell diçka që ngjan si xhenet dhe zjarr. Por zjarri i tij është xhenet dhe xheneti i tij është zjarr. Mughira radhiyallahu anhu një herë ka pyetur: "O i dërguari i Allahut, njerëzit thonë se Dexhali ka kodra prej buke, prej mishi dhe një lum prej ujë." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Huwa ahwanu ala Allah min dhalik." Do të thënë, edhe pse i ka këto gjëra, besimtari nuk mund të mashtrohet me ta, se ka të meta në trupin e tij. Sipas një hadithi tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ai ka dy lumej, të cilët rrjedhin. Njëri duket thot me sy, se nuk është realisht ashtu. Ra'yal ayn është ujë i bardhë, kurse tjetri thot duket me sy, se nuk është realisht ashtu. Thot zjarr që flakron. Kush e arrin Dexhalin prej jush? Kush zë kohën e Dexhalit dhe do ujë, le të shkojë dhe të pi prej atij që duket zjarr. Le të mbyll syt, ta tund kokën, ose ta tund kokën edhe të pi prej tij, sepse do ta gjej ujë, thot ujë të pishëm, të mirë. Mos u shkatrohuni o musliman, ban thirrje Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë ne e kuptuam se ç'është xheneti dhe xhehenemi i Dexhalit. Kjo që u përmend gjithë ato që përmend pak më parë është kjo, domethënë. Ka xhenet edhe zjarr. Ose e thënë ndryshe, ka lum prej ujit dhe zjarr. Aty ke lumi i ujit, ka edhe kodra buke dhe vendet bekata e kështu me radhë. Ku shkon atje tek ai që duket lum do të digjet, sepse faktikisht ai është zjarr, edhe pse duket shumë. Kurse ku shkon tek zjarri i Dexhalit, ai është ujë i pishëm. Po kush janë ata burra të cilët bëjnë durim dhe ndjehen aq të sigurt saqë të shkojnë të mbyllin syt edhe të pinë aty ku duket zjarr. Ata janë trallë. Janë njerëzit e patundur në fenë e Allahut të lartësuar. Shikoni çfarë provash të mëdha. Zoti na solli këtë botë për ta vënë provë. Dhe sot faktikisht kemi prova nga më të ndryshmet. Ka njerëz që thotë pse të ndalohet kamata? Pse të mos e konsumoj kamatën? Ne themi ajo është e ndaluar, e ka ndaluar Zoti rreptësisht në Kur'an. Edhe në qoftë se nuk e kupton arsyeën, faktikisht arsyeja është e njohur. Kamata është e damshme, është katrim. Dhe sot ne po kuptojmë më shumë se kurdo herë tjetër se kamata ka pasojë shumë të rënda për ekonominë në nivel kombëtar dhe për çdo familje e cila merret me kamatën. Gjithë po vuajnë pasojat e kamatës faktikisht sot. Shtrejtimi i çmimeve, kështu me radhë, gjitha këto janë pasojat e kamatës. E po kush janë ata të cilët nuk marrin kamat? Ose nuk lën parat në bank. Janë i pakic. Janë besimtarët e patundur. Po kështu dhe haramet, siç është zinaja, harami, bashkëjetesa, Allahu na ruajt. Pak njerëz ekzistojnë. Po çfarë mund të themi për kohën e Dexhalit? Po t'jap një shembull tjetër. Ne duhet që të flijojmë disa nga kënaqësitë e kësaj bote për të fituar xhenetin. Po shumica e njerëzve thonë shijoje dynjan. Thot kush e pa ato? E pra Zoti na ka vënë provë. Se Zoti na solli këtë botë për të na vënë provë, dhe në kohën e Dexhalit Allahu lartësu do t'i vëjë në provë njerëzit me një sprovë kaq të tmerrshme. Dhe këto njerëzit që nuk bëjnë ballë dot sprovave të kohës, si do t'i bëjnë ballë sprovës së Dexhalit?
Disa i kanë mohuar këto gjëra, Zoti me mëshirën e tij të madhe, butësinë e tij të gjerë, t'i vënë provë njerëzit në këtë mënyrë kaq të frikshme. Edhe kanë mohuar këto gjendje të jashtëzakonshme të cilat Zoti ia mundson Dejxhalit si provë për njerëzit. Por ky qëndrim është devijim, është i papranueshëm, është trembrim i argumenteve fetare. Përse? Sepse Zoti i vën në provë njerëzit. Allahu na ka sjellë në këtë botë për të na vënë në provë. Dhe me të njëjtin pretekst dikush mund të thotë, si është e mundur që Allahu i lartësuar i vuri provë në këtë mënyrë njerëzit pa e para ata xhenetin dhe xhehenemin që ta besojnë xhenetin dhe xhehenemin. Ka që pa mëshirshëm për Zoti mund të thotë dikush. Si është e mundur që Allahu të na vënë provë neve edhe pse nuk kemi para ato që ta adhurojmë? Si është e mundur që Allahu i lartësuar ka krijuar këtë gjë kaq të bukur, kaq të shijshme në këtë botë, edhe pastaj thot kujdes ruhu kufive të cilët janë caktuar nga ana ime? Ne themi Zoti ka krijuar krijesa lloj-llojshme, krijesa që vetëm i binden, krijesa që vetëm kundërshtojnë që janë shejtant, dhe shumëllojshmëria shpreh për krijen e Zotit, tregon fuqinë e Allahut, tregon vullnetin e Allahut, dhe vuajnë edhe krijesa të cilët edhe binden dhe kundërshtojnë dhe i vuajnë provë. I latë lirë të veprajnë. Dhe këto janë njerëzit e gjindët. Nëse binden, do të arrijnë kënaqësinë e Zotit. E nëse kundërshtojnë, do të marrin dërimin e Allahut të lartësuar. Zoti deshi që të shfaqte veprat e veta, të tregonte cilësitë dhe atributet e veta subhane. Për cilësive të Allahut janë mëshira dhe zemrimi. Mëshira nuk mund të shfaqet pa ekzistuar objektet në të cilët apo subjekte në të cilët do shfaqet ajo, njerëzit, gjindët, xheneti e kështu me radhë. Por nga ana tjetër nuk do të kishte kuptim mëshira pa ekzistencën e zemrimit dhe pasojave të zemrimit. Nuk do të njihej emri mëshirë. A mund të konceptosh bukurinë pa ekzistencën e shëmtuarës? Është e pamundur. Mirësinë pa ekzistencën e fatkeqësisë? Gëzimin pa ekzistencën e hidhërimit? Është e pamundur. Edhe mëshira nuk mund të shfaqej pa ekzistencën e zemrimit. Sikur ateistit mendoj vetëm këto gjëra, do të mjaftonte për të nështruar Allahut subhanahu wa taala. Pra Allahu i lartësuar na ka vënë provë. Na ka vënë provë dhe kështu do t'i vënë provë njerëzve dhe në kohën e Dejxhalit, me gjendjet e jashtëzakonshme që ja mundson atij si provë për njerëzit. Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në vazhdim: kush shkon tek lumi i Dejxhalit, atij do t'i humbë shpërblimi. E do të marrë gjunahin. E kush hyn në zjarrin e tij, do të marrë shpërblim, e do t'i falen gjunahet. Kush spravohet me zjarrin e Dejxhalit, le t'i kërkojë ndihmë Allahut. Dhe le t'i lexoj atij fillimin e surës Al-Kahf. Ajetet e para të surës Kahf të mbrojnë nga fitnia e Dejxhalit. Nëse do të bëjmë pyetje, kush janë gjërat që të mbrojnë nga fitnia e Dejxhalit, që duhet t'i dish vetë, o mësosh fëmijëve kështu me radhë, që t'i dinë muslimanët. 10 ajetet e para të surës Kahf, nëse i mëson përmendësh, ato do të bëhen shkak që të shpëtosh nga fitnia e Dejxhalit. Tjetër, të bësh lutje Allahut të lartësuar para selamit, çdo namaz. Një lutje që na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa min adhabi jahannam wa min fitnatil mahya'i wal mamat wa min sharri fitnatil masihid dajjal. Tjetër banimi me Mekë dhe Medinë, për cilin do të flasim pak më pas. Do të flasim më vonë ose në mësimin e ardhshëm inshallah taala. Tjetër gjë është dhe banimi në Tur, në xhaminë e Turit dhe në Mesjidul Aqsa, edhe këto janë vende të cilat përjashtohen nga hyrja e Dejxhalit. Tjetër, besimtari nuk duhet që t'i afrohet Dejxhalit, sepse mund të ngatarrohet. Njerëzit do t'ikin male prej Dejxhalit, siç do të përmendim në një hadith inshallah taala. Prej fitnes së Dejxhalit gjithashtu është sa i thot beduinit. Nëse i thot një beduini, një nomad, nëse unë të ngjall babain dhe nën, a dëshmon se unë jam Zoti yt? Thot po. E kështu i shfaqin dy shejtan në formën e babait dhe të nënës. Dhe i thon: O djalim. Secili prej tyre thot: O djalim, ndiqje se ky është Zoti yt.
shikoni çfarë sprova. Prej fitnes së tij është se atij do të jepet mundësi që ta vrasë njëri, ta sharrojë me sharr derisa ndahen dy gjysma. Dhe siç do të përmendem më pas inshallah taala, pastaj do thotë çohu dhe çohet i gjallë. Po kjo është hera e vetme dhe nuk do të jep mundësi më për këtë punë. Thot prej fitnes së Dejjal gjithashtu është se ai kalon në një mhall ose në një lagje, në një zonë, i fton që ta besojnë, por e përgënjeshtrojnë. E ikën prej tyre, por gjitha baktitë e tyre zhduken. Ngordhin. Prej fitnes së tij është se kalon në një vend, i fton ta besojnë. E besojnë, i përgjigjen. E kështu i jep urdhër qiellit që të lëshojë shi. Bie shi nga qielli. I jep urdhër tokës që të nxjerrë bimët. Edhe thot baktitë e tyre do të kthehen të majme, të mëdha, edhe me shumë qumësht. Do të kaloj pranë një rënoje, do më një qyteze të rënuar, edhe i thot asaj, nxirri thesaret e tua, dhe do ta pasojnë thesaret e saj si tufat e bletëve. Dhe më këtu faktikisht përmenden Ya'asibun Nahl, edhe këto janë meshkujt e bletëve. Po dihet që mashkulli orienton bletët, del mashkulli dhe bletët shkojnë mas tij. Dhe kështu, domethënë si tufat e bletëve do të shkojnë thesaret e arit dhe të argjentit, edhe gurët e çmuar do shkojnë pas Dejjalit. Ai thotë do të dalë në një kohë kur njerëzit janë të përçarë, urrejnë njëri tjetrin. Shumë pak e zbatojnë fenë. Shkojnë shumë keq me njëri tjetrin. Do të shkojnë në çdo vend, në çdo burim uji. Çdo vend ku ka burim uji. Do të ecë me shpejtësi të madhe në tokë. Ai thotë nuk ka për dalë, ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, derisa romakët të zbresin, të dislokohen në Amaq ose në Dabiq, një vend në afërsi të Halebit. E grumullohen, thot, për të luftuar muslimanët. Edhe muslimanët, kjo është në afërsi të Halebit. Dhe më thënë i bie në veri të Sirisë, ose në, mund të themi në jug lindje, ose në jug të Turqisë. Kështu i bie për afërsisht. Halebi është një qytet sirian, me fjalë. Atje në atë zonë do të jetë. Kjo është territoria e madhe, aty do të bëhet, me fjalë. Kjo luftja e madhe, me fjalë, një luftë e madhe që do të bëhet mes muslimanëve dhe romakëve. Do të mlidhen dhe muslimanët për luftuar kundër atyre. Do të dalë një ushtri prej Medinja. Ata janë njerëzit më të mirë mbi faqen e tokës në atë kohë. Pasi të rreshtohen përballë njëra tjetrës ushtrit, romakët do të thonë: na lejoni që të merrem me ata të cilët u zunë robër prej nesh dhe pastaj zunë robër prej nesh. Si ta kuptojmë këta? Muslimanët në kohën e fundit bëjnë luftra me romakët dhe zanë robër prej tyre, e robërit pranojnë islamin. Pastaj këta luftojnë kundra romakëve dhe zanë robër prej tyre. E thonë na lini që ne të merremi me ta, thonë romakët. Muslimanët thonë la wallah. La nukhalli bejnekum e bejne ikhwanina. Thonë, jo vallahi, nuk do të lejojmë që ju t'i vristi vëllezërit tonë. E kështu fillon lufta. Muslimanët do të gjerrin një grup përpara, të cilët japin besën se nuk kanë për të kthyer, ose si findimtar, ose do bien shahida. Do bien në fushën e betesë. Do të bëhet një luftë shumë e ashpër, derisa bie errësira. Pastaj çdo palë do të kthehet në gazermat e saj. Dhe gjithë ata të cilët vendosen me luftu vriten. Me luftu deri në vdekje vriten. Pastaj thot, muslimanët do të dalin përsëri, të nesërmen. Një grup do t'jap besën se nuk do të kthehen derisa të fitojnë ose të bien të gjithë vdekur.
Vazhdon lufta derisa bie errësira. Çdo grup kthehet pa fituar asnjëra luftën. Kthehet në çadrat e saj. Shuhen të gjithë ata të cilët dhanë besën se do të luftonin deri në vdekje. Pastaj dhe në ditën e tretë, një grup prej muslimanët caktojnë një grup që do të dalë në front, në ballë. E këta japin besë se do të luftojnë deri në vdekje dhe nuk do të kthehen vetë se fitimtar. Luftohet shumë ashpër derisa ngryset. Çdo grup kthehet në gjithashtu në çadrat e veta. Shuhen të gjithë ata të cilët premtuan se do të luftojnë deri në vdekje. Kur vjen dita e katërt, vinë rezervat, u vinë muslimanëve për forcime nga vendet e tjera të botës islame. Thot, do të dezertojnë 1/3 e muslimanëve, do të janë mbath, do ikin. Allahu nuk ka pranon tobën atyre kurrë. Do të vritet 1/3, ata do të jenë dëshmorët më të mirë tek Allahu i lartësuar. Do të çlirojnë vizit e Romës 1/3, Zoti nuk do t'i sprovoj kurrë. Ta njerëz nuk rrëshjasën nga feja. Nuk devijojnë më, alhamdulillah. Allahu i lartësuar do t'i shpartallojë romakët. Do të bëhet një luftë shumë e ashpër, një luftë që një betejë që nuk ka patur ndonjëherë shembull. Nuk është parë ndonjëherë betejë e tillë. Ai sa shpendi do të kaloj nga krahinat e tyre, ose do të kaloj pranë kufomëve të tyre, edhe pa e kaluar atë territor do të bjerin gordën në tokë. Pas mbarimit të betejës, vëllezërit do të numërohen. Kanë qenë 100, edhe konstatojnë se kanë mbetur betejë vetëm një burr. Atëherë me çfarë plaçke lufta do të gëzohen? Dhe çfarë trashëgimie do të ndajnë? Kështu muslimanët mbërrinë në Konstantinie. Konstantinia është Stambolli sot. Do ta shqirojnë. Sipas një varianti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: a keni dëgjuar për një qytet që një pjesë e ka në tokë dhe një pjesë e ka në det? Thanë po, e dërguari i Allahut. Ka thënë si është e mund. Nuk do të bëhet kiameti derisa 70.000 veta prej Benu Ishakëve. E çuditshme, Benu Ishakët janë romakët. Benu Ishakët, domethënë bijtë e Ishakut, do të çlirojnë, arabët janë bijtë e Ismailit, dihet. Romakët, domethënë një pjesë e tyre rrjedhin janë bijtë e Ishakut. Atëherë si është e mundur që romakët do të çlirokan Konstantinopolin? Është plotësisht e mundshme, sepse ata bëhen muslimanë të mirë, edhe pastaj do të çlirojnë vetë Konstantinopolin. Kur vinë për të çliruar, nuk do të luftojnë me armë, nuk do të hedhin shigjeta. Do të thonë la ilaha illallah wallahu akbar dhe bie njëra prej dy pjesëve të saj. Bie ajo që është në det. Thonë për herë të dytë, la ilaha illallah wallahu akbar dhe bie pjesa që është në tokë, pjesa tjetër. Pastaj thonë për herë të tretë, la ilaha illallah wallahu akbar, e kështu më thotë çlirohet. Hapet porta e kështjellës, hyjnë në të dhe mbledhin plaçkën e luftës. Dikush më thotë, a nuk është çliruar një herë Konstantinopoja, Stambolli? Po, është çliruar dhe është folur një hadith për çlirimin e parë. Është një hadith që ka transmetuar Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu, ku pyetet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se cili prej dy vendeve do çlirohet i pari, Konstantinopoja apo Roma, dhe ka thënë Konstantinopoja. Ky është çlirimi i parë, por do bëhet edhe një çlirim tjetër, që do thotë se do zaptohet edhe një herë nga qafirat, dhe do të bëhet edhe një çlirim tjetër në kohën e fundit. Edhe pikërisht për këtë çlirim fritet ton hadith, ky çlirim ka për të bërë me tekbir, me tehlil dhe tekbir. Pasi mbledhin plaçkën e luftës të kështjellës dhe fillojnë të ndajnë plaçkën e luftës, lidhin shpatat në pemë të ullirit, shejtani thret. Mesihu Dejjal ndodhet në shtëpitë tuaja.
Ka dalë dhe ndodhë në shtëpitë tuaja, në vendet arabe, në Sham e përreth. Atëherë ata e hedhin plashkën e luftës që kanë dorë, muslimanët. Dhe nisën. Por kjo është gënjeshtër. Nuk është e saktë. Ky ka qenë një lajm i rrem. Muslimanët dërgojnë 10 kalorsa pararoj përpara. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë, unë i di emrat e tyre dhe emrat e baballarëve të tyre. Di dhe ngjyrat e kuajve të tyre. Ata atë ditë janë kalorësit më të mirë mbi faqen e tokës. Kur vinë në Sham, kur mbërrin muslimanët në Sham, vërtet del Dejjali. Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në vijim, nuk do të mbetet asnjë pjesë e tokës pa shkelur Dejjali dhe pa triumfuar mbi të Dejjali, do ta shkel dhe do të triumfojnë mbi ta. Përveç 3 xhamive, xhamia e Mekës, xhamia e Medinës, Turit dhe xhamia Aqsa. Në këto 4 vende nuk shkel Dejjali. Dhe këto 4 vende Dejjali nuk arrin të shtrinë në pushtetin e vet. Shumicën e tokës pra e pushton Dejjali. Se muslimanë çuditën sot thonë si është e mundur që Amerika ka një pushtet kaq të madh. Dejjali do ta ketë akoma më të madh. Si është e mundur që Amerika bën këto mashtrime kaq të mëdha dhe shumica e njerëzve po e pasojnë. Po themi Dejjali bën mashtrime akoma më të mëdha, e do ta pasojnë shumica e njerëzve, Allahu na ruaj. Po. Thot Dejjali do të qëndrojë 40 ditë. Një ditë do të zgjasë sa një vit. Dita tjetër sa një muaj, dita e tretë sa një javë, dhe ditët e tjera do të jenë si ditët tuaja të zakonshme. Thanë i dërguari i Allahut, në ditën që zgjat sa një vit, a na mjafton të falim namazet e një dite, 5 namaze, në një vit 5 namaze, se ditët do zgjas sa një vit. Tha jo, por bani llogari. Uqduru lahu qadra. Kjo tregon se ajo do të jetë një zgjatje reale, nuk është zgjatje figurshme. Është realitet. Se ka disa që mendojnë se nuk zgjatet realisht koha, për shkak të zezave, për shkak të dëmeve, fesadit që përhap shkatrimit që përhap Dejjali, njerëzve u duket dita shumë e gjatë. Po nuk është, dita do të jetë realisht e gjatë. Allahu është fuqi plot. Dhe Zoti do të bëjë që dita të zgjas një vit. Thanë o i dërguari i Allah, po namazi si do të falet? Namazi do të falet me llogari. Atëherë do ta llogarisin njerëzit. Namazi do të falet sipas shenjave që ka caktuar shariati. Për shembull, namazi i agimit falet kur shfaqet agimi. Namazi i drekës kur fillon rritet hija. Se hija në paradite është në hemisferën perëndimore. Fillon të paksohet. Pas dite hija fillon të rritet. Momentin që fillon hija, gjithmonë hija në lëvizje, për shkak se dielli është në lëvizje në qiell. Dhe hija është gjithmonë në lëvizje. Në momentin që hija fillon të rritet, ka hyrë koha e drekës. Për kjo është shenja. Koha e këndis, kur hija e objektit bëhet aq sa objekti i lartë. Duke përjashtuar hijen që ka pas objekti kur hyj koha e drekës, ajo nuk quhet me fjalë. Ndërsa koha e akshamit hyn kur perëndon dielli dhe koha e yatsis hyn kur perëndon e kuqja në horizont, aty ku perëndon dielli. Por nëse muslimani, muslimani që ndodh në kohën e Dejjalit do ta bën llogari. Muslimani që ndodh për shembull në afër poleve, afër polit të veriut, thuhet se atje është e vështirë dallohet dita nga nata. Si do ta bëjnë? Do të marrin parasysh vendet më afër tyre. Edhe do ta falin namazin duke marrë llogari për parasysh kohën kur e falen vendet të cilat janë afër tyre. Than sa shpejt do të lëvizaj në tokë, ka thënë si shiu që e kthen era. Para daljes së Dejjalit ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do të jenë 3 vite. 3 sanawatin shidad, 3 vite të thata.
njerëzit do t'i kap uri e madhe. Allahu do ta urdhërojë qiellin në vitin e parë që të bllokojë 1/3 e rreshjeve të shiut. Do të urdhërojë tokën që të bllokojë 1/3 e bimëve. Në vitin e dytë, Allahu subhanahu wa taala do ta urdhërojë qiellin që të bllokojë 2/3 e rreshjeve të shiut. Do ta urdhërojë tokën që të bllokojë 2/3 e bimëve. Pastaj në vitin e tretë Allahu i lartësuar do ta urdhërojë qiellin që të bllokojë krejt shiun, nuk do të bjerë asnjë pikë shi. Do ta urdhërojë tokën që të bllokojë që mos nxjerr asnjë bimë, edhe nuk do të mbi asnjë fije barje e gjelbërt, asgjë e gjelbërt. Do të zhduken të gjithë thundrorët, përveç atyre që i përjashton Allahu. Pra kjo do 3 vite para daljes së Dejxhalit do të ketë thatësirë të madhe. Than, me çfarë do të mbahen njerëzit në atë kohë, dërguar i Zotit, si do jetojnë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, njerëzit në atë kohë do të mbahen gjallë me tehlil, duke thënë la ilaha illallah, tekbir, duke thënë Allahu akbar, tasbih, subhanallah, tahmid, elhamdulillah. Edhe kjo thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ta vlen si ushqimi. Allahu na ruaj nga sprova e Dejxhalit. Do të vazhdojmë inshallah taala në herën tjetër. Elusallahu që t'i bëj dobishme këtë që dëgjuam. Alhamdulillahi rabbil alamin.